kush punon një punë të hajrit, nëqoftë sa një grimc, sa një atom, do ta shohë. Po ashtu, dhe kush punon sa një grimc sherr, edhe atë do të shoh. Gjurmët e punave tona, ndoshta sot nuk do t'i shohim, ndoshta sot nuk do t'i shohim ashtu me drejtësi, po ditën e gjykimit, me lejen e Allahut do t'i shohim krejt punët tona. Edhe prej argumenteve që ne besojmë në Zot, besojmë në ditën e gjykimit, është se nuk janë të barabartë mirët dhe të këqit. Ai që ka bërë krime në këtë dynja, me atë që ka qenë i mirë, nuk është i barabartë. Te Allahu xhelle xhelaluhu nuk është i barabartë. Nëse di kishin ngel qarë ati njeriu të keq, vjedhjet që ka bë, haramet që ka bë, pa drejtësit që ka bë, dhe ai njeri që a munduar të ruhet, të jetë takvali dhe të adhuroj Allahun xhelle xhelaluhu, këto njëjtë do jenë para ditën e gjykimit, asesi nuk mund të jenë njëjtë, pra do shpërblehen sipas qëndrimeve, veprave të tyre. Dhe kjo tregon se ka një ditë gjykimi. Ai që këtu në këtë dinjë pra bën krime, bën punë të këqija, nuk i mbesin qarë atij. Dhe ai që nuk shpërblehet në këtë dinjë për punët e tij të mira, e humbon jetën ndoshta në rrugt të Allahut, e humbon pasurinë, e humbon familjen, e humbon shëndetin, ta dim se ka një ditë gjykimi që Allahu xhelle xhelaluhu atëherë na gjykoje dhe na shpërbleje në bazë të veprave tona. Pra sot shohim se shumë kriminala çfarë kanë bërë për shembull në Siri, çfarë janë duke bërë në Gaza. Këto asesi nuk dhe ngelin pra pa përgjigje. Dikush në këtë dynja da paguje, siç e pagujnë elhamdulillah sot kriminalët në Siri, dikush da paguje në botën tjetër. Edhe ata që e pagujnë këtë dynja, mos mendojnë se dëshpotojnë me aq. Në ahiret është dënimi ende më i ashpër. Po ashtu edhe ata të cilët Allahu xhelle xhelaluhu u ka dhënë një jetë mirë, pse i binden Allahut, pse adhurojnë Allahun, u ka dhënë qetësi shpirtërore dhe bereqet në këtë dynja, mos mendojnë se vetëm kaq e kanë shpërblimin. Do e kenë shpërblimin ende më të madh.